Pardon my French. Përshëndetje. Mirë se vini në Top Albania Radio. Mirë se na vjen Bernard Hulme. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje publikut, faleminderit për ftesën. Si të duket që jeri kthyer në Top Albania Radio pas një viti, mos gaboj. Pas një viti, nuk më besohet. Në Pardon my French. Pikërisht. Thuaje çik me tekst anglisht, të lutem. Më kishte after a whole year. Pardon my friend. Pëlqen British? Wow. Lore tani. Fucking hell, mate. Oh, yeah, you've got the accent. E ka fiksim Londrën. Si e njerë? Si kanë shkuar gjërat? Shumë mirë, çdo gjë është mirë. Jam si molla. Aty ku duhet, në fakt, Si edhe rrushi më muzika. Më mirë si molla se rri larg doktorit tonë. Kur sot Bernardi falenderoj edhe publikun, edhe është kënaqësi të rikthehemi, ka edhe për ata të digital, se ne tashmë jemi Radio TV. Pra, jemi live në kanalin 10 në digital, në Pardon My Friends, dhe sot, siç e kuptuat, kemi një ndër personazhet më të spikatur të edicionit të kaluar, i cili përveç se një super djalë, është edhe një super artist, dhe së fundmi sapo ka publikuar këngën e tij më të re. Ne do të flasim, do të bëjmë biseda, sigurisht do përmendim një çik Big Bernard, se nuk na rrihet. Pa përmendur Big, jo. Nuk largohemi dot. Nuk largohemi dot. E rëndësishme është që frymëzimi nuk të ka munguar gjatë gjithë këtij viti, edhe ti ke punuar fort për të sjellë projekte të reja, po bëhet gati një EP me sa di, kështu që mund ta flasësh dhe vetë këtë pjesë. Po, shumë e vërtet. Për mua falënderimet gjithmonë duhet të fillojnë me Top Channel. Për të vetëm në arsye sepse unë arrita që ti merrja më të mirën Bigut, edhe për këtë gjë jam edhe besoj që kam shprehur aq herë sa duhet, sa mirënjohës që jam. Çfarë pikërisht i morën Bigut për audiencën? Morën ndonjë nga jashtëkat atje me vete. Mirë do ishte. Se flihej mirë. Se ka ca vipa që realisht pendon nga Bigu. Që hyn apo që dolen? Që hyn edhe që dolen. Po, pendohem që dola, po vetëm aq. Ka qenë një nga lëvizjet e mia më të rëndësishme të jetës në lidhje me gjithë talentet që un kam pas brenda vetes për shumë vite, dhe për mos një arsye një tjetër kanë qenë të limituara. Dhe Bigu më dha atë mundësinë e një platforme që asnjë program tjetër televiziv nuk ta jep, sepse është një reality show. Dhe i mora më të mirën sepse pikë pari doja të dilja shumë i hapur me publikun, transparent. Absolutisht, doja të isha vetvetja, megjithse ishte jo gjithmonë e mundur që unë ta mbaja të vetveten aty ku duhej. Në kontroll mbi të gjitha. Në kontroll mbi të gjitha. Por më dha mundësinë që të ndaj gjithçka me të gjithë publikun, që mendoj se duhet të ndihmonte kudo atje në lidhje me linjën e jetës time, po duke qenë pikëpari edhe një baba shembullor, dhe një artist që ka muzikën shumë pasion, edhe së shpejti një shkrimtar. Edhe shkrime. Po, çfarë do të kemi tek pjesa e të shkruarit? Ke ndërmend të bësh një biografi apo? Atë nuk mund të tregoj dot. Për momentin, po bëhet gati një libër, po. Libri është mbaruar. Është duke u edituar në të dyja gjuhët. Ka qenë një projekt 10 vjeçar, dhe kam shkruar njëkohësisht në të dy gjuhët. Sepse kur ti e ke diçka aq të shtrenjtë, sa libri është për mua, nuk do doja që t'ja jepja dikujt tjetër, sa do të përpiqej ta shkruante historinë. Absolutisht, nuk do përkthej dot në një mënyrë që të përcjellet të njëjtat emocione. Dhe ndryshimi i gjuhës e ka atë gjë, kështu që u detyrova ta bëja në atë mënyrë, dhe jam shumë i kënaqur në lidhje me këtë. Por ishte pikërisht platforma e Big Brother që më dha atë forcën e motivimit, edhe atë zjarrin nga brenda që duhet të mbaroj gjitha këto projekte, dua të dal aty
ku publiku mund të ketë edhe sikur 10% interes. Bernard, je një nga njerëzit që un po kam takuar që je shumë i qetë. Në mënyrën si flet, në të shpjeguarit të mendimeve. Se nuk jeton në Shqipëri. Po kështu ke qenë edhe në Big Brother, me sa mbaj mendun. Okay. Mendon se të ka penguar kjo gjëja te gjithë ai rrugtimi jot në Big Brother, që ishe shumë i qetë? Jo, nuk mendoj që më ka penguar. Unë kam arritur të tregoj vetveten. Dua të bëj një gjë shumë të qartë, që jam shumë koshient ndaj faktit, siç shumë njerëz, që Big Brother është një reality show që piksënimin e ka të jetë argëtues për publikun. Dhe në momentin që diçka për një arsye ose për një tjetër nuk është më argëtuese, nuk do të thotë që publiku për ty ka humbur respektin ose nuk të vlerëson ato aspekte tjera, por thjesht mbaron të qenurit argëtues. Sot do të flasim po ashtu edhe për muzikën, se fundmi ti ke besuar një produksion tëndin Klajdi Musabelliut, se po kisha frikën mos i thoja prap Klajdi Aruni, se kur e kishim në studio i thash kështu. Dhe kënga titullohet Ajo, kishte një beat shumë interesant, edhe njerëzit që pan klipin u ma gjepsën, duke mos ditur që pjesa më e madhe ishte ai. Kuptohet, a Niko? Po ka disa që thonë sa e bukur kjo Golca. Na trego pak kur e ke krijuar ti këtë këngë, edhe pse vendose t'ja besoje Klajdit pikërisht edhe vokalit të tij. Edhe sa lek le me catering me Klajdin. Po, a shumë qofte. A shumë qofte. Ky ishte një nga projektet e një albumi që unë krijova pas daljes së Bigut. Kuptohet edhe kërkoj shumë ndjes gjithë fanseve, ato pak dhe sakt që i kam, sepse kalova një periudhë që i dedikova shumë punës. U futa shumë thellë muzikës dhe produktimit të një albumi që tash i kam mbaruar. Është një album që është i përbërë nga disa këngë në anglisht edhe disa në shqip. Një nga këngët shqip ishte Ajo, por unë fillimisht me thënë drejtën e quajta emri saj. Por pasi fola me Klajdin, ra shumë dakord që më shumë i përshtatet ajo. Kështu që sonte ajo s'vjen, po jam unë këtu që t'ju jap më shumë detaje. Projekti ka qenë diçka që nuk e di, Klajdi ishte i vetmi person që unë po ndërtoja këngën në çdo sekondë dhe në çdo hap të saj, dhe ishte i vetmi person që mendoja në lidhje me aftësitë që Klajdi ka vokale për ta kënduar si artist. Dhe me thënë drejtën ja dhash një demo dhe mori shumë kohë që të mendohej. Një vit. Jo një vit, në nëntor ishte kur unë Ky nëntor. Po, nëntor që kaloi, 25, dhe më në fund ra dakord dhe tha që do ta përshtas, do të bëj edhe unë një demo dhe më thuaj si. Aty pastaj u sigurova që vërtet pas kam vesh për të përshtatur artistin dhe vokalin me muzikën që unë produktoj. Dhe siç e pat, është bukur shumë. Në top list është në vendin e 4 dhe me thënë të drejtën sapo ka hyrë aty dhe është pozicionuar shumë mirë. Ne do ta dëgjojmë pas publicitetit këngën Ajo, ndërkohë ju e dini është fiks orari i reklamave. Publicitet. Top Radio TV. Qa tha Klajdi? Po, është e dashura ime, tha. Jo, më tha që është një modele dhe gjithashtu më tha që mos ta ngatarosh me atë personin e parë të videos ti para shumë. Ndërkohë andi nga regjia më than Lej Kraja, është kjo Golca? Sa i prekur për mirë. Sa qef. Shumë faleminderit që më ndriçove video klipin. Ndërkohë vërtet kënga është shumë e bukur, ne teksa po e dëgjonim, po flisnim me njëri tjetrin që ka një shumë vibe vere, clubbing, ato partit e pasdites me perëndim dielli. Çfarë të frymëzon Bernard? Apo je i futur në atë studion tënde dhe pastaj të merr
Vala, s'ka rëndësi Stina për cilën do shkruash. Si artist Stina për ty duhet ketë rëndësi sepse ashtu ti e bën publikun më shumë për vete. Gjatë ndërtimit të albumit, një EP ja dedikova festivaleve të dimrit, që janë pak një genre pak më ndryshe, më shpejt, më festivale, dhe pastaj kuptova që ti do krijosh diçka në pranverë me zgjimin e luleve, njerëzve të kohës, pak më soft, muzika jo aq. Kështu që do ta shpresësh pak dhe derisa kalon në verë, që kuptohet rryma e deep house, siç është edhe kënga ajo, është ajo që preferohet më shumë. A është e vërtetë Bernard që një artist duhet jetë i mërzitur ose duke vuajtur që të krijojë një perl? Shumë e vërtetë. Domethënë çdo gjë që un kam krijuar deri më sot, fokusi më i madh ka qenë gjatë historisë që ajo këngë do përcjelli tek publiku. As pak aq shumë tek muzika ose tek stili i muzikës. Por edhe si personazh, un jam një personazh i tillë kur dhe flas dhe shkruaj, gjithmonë jam duke treguar një histori, duke pritur dhe duke shpresuar që njerëzit mund të lidhen me atë histori. Mund të gjejnë vetveten. I përjeton. Po, patjetër. Çfarë një ishte ti Bernard? Britsja. I punës, çenke i lejnë Gjithçesia që flet avash, ta the të artikuluar çdo fjalë, s'do asnjë gabim të ketë. Prandaj po pyesja. Ti ke artist të preferuar Bernard? Artist të preferuar, një artist është një pyetje shumë e vështirë, por në lidhje me rrymën që unë praktikoj, kuptohet që artistët e mi të preferuar janë Calvin Harris, David Guetta, pak shumë ato janë artistët që unë jo frymëzohem nga, po mund të dëgjoj më shumë. Muzikë prej tyre. Po në Shqipëri ke ndonjë? Ka Rozana Radin. DJ Rozi. E thash para. Po, tani po më bëni që të nxjerr sekrete. Po, jemi te Rozi dhe pardon my French. Jemi te Rozi dhe përmenda unë, jo ti. A ka një projekt që keni diskutuar brenda shtëpisë që do bëni diçka së bashku? Ti në fakt e ke bërë një variant, një remix të një prej këngëve të Rozit, po a ka diçka më konkrete që mund të presim në vazhdim? Okej, pra po e them. Për momentin jemi duke ndërtuar një projekt shumë të madh, shumë të bukur, por që fatkeqësisht për publikun do duhet pak kohë. Dhe do prisni edhe pak. Pas remixit vetja ime, Rozana e pëlqeu pa mas, plus që unë kam një nga projektet e mia anglisht, që gjithashtu është shumë e shtrenjtë për mua, dhe mendoj që i vetmi artist që do ketë kollë që ta përkthej atë dhe ta përshtasin në shqip është vetëm Rozana. Kështu që pak a shumë 2 projekte, po njëra për atyre do jetë një bashkëpunim ku unë do kem nderin më të madh në botë, të jem producenti. Po për në të 4 do bësh një këngë? Po, pardon my French. Në fakt si Pardon my French. Okej, mund ta bëj. Unë jam një raper shumë i mirë, pa çka se s'duket. E kemi dhe komedian, pa çka se nuk duket. Edhe unë jam këngëtare shumë e mirë, pa çka se duket. Unë do bëj vetëm të bukurin në klip, ose unë do vishem, nuk dua. Ky s'duket fare pastaj. Ky që është i bukur s'duket fare. modeli. Do bëj modelin. E bëjmë. Jeta familjare si po shkon Bernard? Jeta familjare është shumë mirë. Ena nuk mund të vinte në Shqipëri. Sot, por E festuat Shën Valentinin bashk? e festuam, po, e festuam. Leqi beson në shumë Valentin.
unë besoj. Edhe nuk kam marrë asnjë lule për Shën Valentin. Që do të thot? Që do të thot jam single. E tha më në fund. Finalmente, jo pëlqen ai, pëlqen ai, jo ai. Jo po kështu, jo po dal se ç'bën ca. Lej beson te zana. Po e di pse besojmë neve, se është bërë dhe aktore tani Lejti. Edhe Bernardi, çfarë dhurate more se bëm? Çfarë dhurate more për Shën Valentin? Desin këta të dinë gjëra, Bernardi. Mendoj që dhurata ime më e bukur ishte prezenca dhe kaq Jo, mjafton. ne duam këto gjëra, dhurata të prekshme. Nuk ka mëre, nuk ka. Edhe me faturë, sa ka kushtuar dhurata? Për të marrë vesh dhuratën. Nuk janë gjëra materiale, po ju nuk kuptoni. Kam të drejtë? Shumë e drejtë. Po mora një canvas, nuk jam shumë i sigurt se si mund ta quaj. Një pikturë, Një pikturë që ishte goxha gjigande dhe nuk e prisja dhe ishte fix për të vënë në murin aty ku është. Po, aty ku është studio ime e muzikës dhe ishte shumë domethënëse dhe domethënë ishte një surprizë pa parë. Në mënyra se si ishte përgatitur, koha që dëgjuat ju shokët e mi për ditëlindje çfarë dua unë se për Shën Valentin miku, dua një foto time nudo ta vë tek studio ime. Frymzora. Cila studio? Nga Kem dhe unë do marr një studio vetëm për të pikturën. E do nga filmi që do bësh? Se Niko, që ta fusim të pak Bernardin në bisedë. Niko ka menduar që të realizoj një film erotik. Erotik tani. Porno, unë dua pak të ketë pak skenar. Rrozohesh ti, vi të ndihmoj, unë aty bjem në dashuri. Të bien libra të më saktë nga dora. Ose vjesë lavatriçja të ndihmon. Edhe pastaj në librari. E ka në planet e tij. Se jo një pikturë, një canvas ka që marrë. Nga filmi, është i hutuar. Bernardi duket që nuk ka qenë periudhën e fundit në Shqipëri, se nuk po na bashkohet, domethënë sa të futet pak. Domethënë jam pas publicitetit tjetër, futet. Kohen çdo bëj, se do flasim për Bigun. Kështu që do bëhemi gati, domethënë e ke ndjekur Bigun, ëh? Ke të preferuar? Kam të preferuar. Po do ta zbulojmë pas publicitetit apo jo? Patjetër. Kemi publicitet tani? Jo, mi është 28, mirë që tash se ti publicitet. Po pra, po pas. Mos ja vëre se që kur s'mori lule s'është mirë. Jo, s'jam mirë. Po lulet nuk shef më nga syt. Lulet ishin misterioze apo? Jo, s'ka marrë fare. Ishin inekzistente. Ishin aq misterioze sa nuk ekzistonin. Po tash gjithë kemi marrë ato lule. Lule imagjinare. Do flasim për Big vetëm pas pak minutash, do të kemi publicitet tani edhe për ngjarjet e fundit. Vim sot në këtë të mërkur nga një Prime që çfarë ska ndodhur, nga dy Prime ishte dhe shtuna. Dhe Bernardi do të na shoqërojë me komentet që ne bëjmë edhe do të thotë dhe të tjerën sa i përket ngjarjeve apo personazheve që janë aty. Ndjekim pak publicitet deri kthehemi.